Zonja dhe zotrin, mirë se erdhët në apartamentin 2XL. Ky është si spektakël ku aktorët janë pas skenar. Aktorët i me të fillimin e historisë ato që urdhërojnë në kufje. Është si spektakël i bazuar mbi improvizimin dhe lishmërinë. Pastaj aktorët do kenë të ftuar surprizë. Zonja dhe zotrin me duart orkidet e publikut dhe të fillojë shfaqja përpara jush. Ervin Bajko. Ai është një mjeshtër i domates. Zonja dhe zotrin vjen Eglin Salsa. Mbas zotit Salsa vjen i shoqëruar nga Cubi. Mbas Cubit zonja dhe zotrin vjen Ina. Me tuar të kitje, presim Vicianin. Vin të kapur dorë për dore, Julian Deda dhe Albano Bogdo. Pa, mbyllen intern, mbyllen. Jo, s'deshe me hynë banjo se qo që mendojnë pastaj. Ha, shpete, mirë mbrëma, njëse keni ardhur publikit dashur. E mbyllim pak derën, mos e lini derën hapur. Po se... Ina, pseri sigur je me veshka, Ina. Hajde. Po Ina është me veshka. është në ato ditë. është njeri, duhet këtë veshka. Atere, mirë. Si shkuan festimet sidomos në rrjetet sociale, Julian? Shkëqyër. Të gjithë shqiptarët u bën shqiptar me 28 nëntor. Gjithë pasë. Jo, nuk fola unë, fole Albano. S'fola farë, unë vdeksha në vënd po fola. Jo. E ti qa lexoj gjë në Facebook, gjithë gjë. Të gjithë shqiptarët sot festojnë me flamura në përduar të blerë të kinezët. Mos të thy nga këto të forta se nga pushon zenë. Shiko. Jo, e bukra ishte që në gjithën atë rrjeshtin e statuseve që lexova ishte një kështu kush është për hot sex për pavarësi kush është për. E di kush e më e bukra që e kështu. Shteti Danimarkës i ka dhënë çmimin honoris causa qytetar nderi i jashtëzakonshëm i tërë jetës së Danimarkës, shtetases Bleona Qereti. Stop, dëgjoj arsyeën. Për arsyeën se ajo ka kontribuar në zhvillimin ekonomik, politik, financiar, social të Danimarkës, duke mos shkelur kur në Danimarkë në jetën e saj. Edhe një jetë pare. O, turi. Ishte edhe një tjetër. Thoshte, këto mundësime, këto pushime, u mundësuan për ju nga Ismail Qemali. Ismail Qemali, power to you. Të pak falemderit Boba, po që është sponsorin general. Mirë, tani do shohim pak se si festohet, se si është festa e rëndësishme në situata të ndryshme. Kështu që tani dalin të gjithë jashtë. Jashtë? Po, jashtë. Ndërkohë ri vetëm Ina qëndroj, Ina. Skena për ju. Atere ta fillojmë. Po, skena për ju. Ta fillojmë situatën nëmër 1. Ina ti je një zysh në shkollë fillore dhe ke disa nxënës. Opa. Për pajse gjëra. Pritë se kam edhe syzet për... O, Turi, po kam nevoj dhe për nxënës, apo jam Po sigurisht, nxënësit e tu janë Andrea, Besi, Sandri dhe Petrina. O, zoti ma, e su futën dhe nga... I morët dhe çantat. Mirdita, zysh. Po ti ku e ke çantën? Ku e ke çantën? E ke harruar? Mere, ik shpejt në shtëpi, merr çantën edhe ktheu prap. Shpejt. Hajde. Oj, kë. Vika pa çantën në shkollë. Si jeni? Jeni mirë? Mirë. Do uleni? Pa. Do bëni gati për mësim? Po. Se sonte kemi një ditë shumë të rëndësishme në zonës, apo jo? Merri një karriget? Ja.
Ja ku i keni. Bravo. Atëherë. Të dashur nxënës. Më thoni ju lutem se çfarë dite është sot. Sot është dita e parë e shkollës. Morë qikë Ti po e merë çunin. Hajtë ke që mbabi se... Hajtë, a ke taku tezën? Ka tezën e Italia, hecë të drejtë, ma! Ja, pikërisht. Si edhe dorë tezës ta... Ja, për këtë do flasim sot për ditë të rëndësishme ku na... Atëherë, sot do flasim pikërisht për një ditë të madhe si kjo, ku na vi njerëz nga jashtë, kur bëjnë dreka... Marë qikë qunin. Kush quni më? Kush është quni juaj, more zotëri? Qunim, kush e quni jo, se në hasim mrak. Se ma dhe një mbrak, shumë kanë të... Kush e mori? Si kush e mori? Kush e mori më? Bura po grua? Jo, bura po grua? Aj, pas ka marrë burim. O, sotë ma. Ate, të dashur... Më falë, erdha të marrë pak qunin. Qunin? Po, është një Tani hol, kush është? është një nga këta të tre? një hol, një këshu, i mbledhur. Më falë një sekundë, zemër, shpirë, kanë ardhur 3 burra deri tani dhe kanë marrë një djalë, më kupton? Edhe kërkoni një djalë. Po, ai është i imi në fakt. Aha, e kanë marrë 3 burrat. E po shiko mos janë burrat e tukta. Burri, dashnori... Mirë? Hajë, miru pafshim. Faleminderit. Tu lutem se kemi fest sot. Atëherë, ju lutem nxënësit e mi të... Po quni. Po më falë më zotri, a mos e jeni gatuar. Qa do me quni tim ti? Qa do me Po quni tim? quni më va. E qunim! Po ka bon më Jo, va. e kam bërun! E kam bajt 9 muaj në këtë bajt! Më falë më... Ua, po qanë ku me ke latë djali, raporoj se goje! Më falë, o zotri, mos është o njëri gatuar. Kam qunin, qunin. Se letëve. Falë një sekundë. Unë gjyshem, kur gjyshem? Kore, Kur gjyshem? more zotri, me jemi shkollë. Kush gjyshe? Gjyshe ime. Kush gjyshe? Në ndaja. Kur gjyshem? A pa gjyshen kjo? Kur gjyshem? Dali. Quni sa to, di për jashtë të ti. Ju lutem, more zotri, ju lutem dilni. Ju lutem... S'ke qenë baba ty. O pipilushi baba ty. Ju lutem. Erdi quni. Ju erdi. Erdi quni, po. pres, do ta merrni tani. Zysha, Falë. do t'jap në kafe ty apo? Jo, zotri, të lutem se kam një orë mësimi për të bërë këtu, miru pafshim. Oj. Atëherë, të dashur nxënës. Atëherë, çfarë dite është sot? Sot është një ditë shumë e rëndësishme. Cila është kjo ditë? Sot është dita e shqipë të flaqës. Besi, shpirt i vogël. I vogël, do me thënë, shpirt i madh. Dita shën suflaqe, zemër është një prallë që të kanë treguar sepse nuk ekziston, more. Uçka i vogël. Haj, tani, ju lutem. Çfarë dite është sot? Çfarë dite është sot? Çfarë dite është sot? Ta them unë se... Ha, more Andrea, po? Ha? Sot është dita, kur para 2 vjetësh ngrëm tort. Jo, Andrea, jo. Por ka lidhje pak me tortën. Po, Atëherë? Petrina, po? Sot është 102 vjetori i pavarësisë. Bravo! Bravo, Petrina, bravo! Pritë të lutem shumë. Tani, duke qenë se sot është 102 vjetori i pavarësisë, çfarë do bëjmë neve? Çfarë do bëjmë? Do këndojmë himni! Kush do ta këndoj parë nga ju? Po. Pa filloj? Po. Shqipëri jo, nëna ime. O zoti madh, o Perëndi. Sandri. Fat. Po. Mami im, është kam kjo. Jo, shpirti vogël, jo, nuk është ky himni, nuk është ky. Kush tjetër nga ju do ta këndoj himnin? Hajde, shpejt ju lutem. Po, Besi. Më ke hybi shpin, mandarin, moj mandarin. Besi. E këmeshme, jo more Besi, jo, kjo është kënge e Vlona Qerretit, mjen keq, lutem shumë. Po, Andrea, uroj që ti t'na e këndosh paktën, po. Në Vlorë, Ismail Qemali, Lale,
Flamuri në vlor, lale, Ismail Qemali, lale. Shumë mirë, po nuk është ky himni. Ta këndoj unë dise? Pa. Ret flamuri të përbashkuar me një dëshirë, me një qëllim. Juli, të kam vjedhur të drejtat e autorit. Po, zotri? Kush ma ka vjedh këngën mu? Këngën ma, kë është himni Emo, kombëtar. bërë ti dardhet, më vjedhësh këngën. Kë është himni kombëtar. Më falë, zotri. Zotri, ju lutem më thoni se kush jeni dhe çfarë bëni këtu. Unë jam ai që kam krijuar këtë këngë mojti vajz, jam Tusha, Kastrio Tusha. Dhe këtë këngë këndoj vetëm unë. More vesh, ma ka shkruar tekstin Azdreni vetëm për mu dhe ka kompozuar filmin në Rushulesku vetëm për mu. E kuptoj shpirt, e kuptoj, por Egi, trego ti të vërtetën. I shqiptarëve po është kënga ime mojti. Zotri më vjen keq. Apo se erdi Jackie Chan. E të bomë. Qa ke qitë po knotë? është kënga ime, mor zotri. Qa është kjo? është kënga ime. Himni është kjo? Po. Jo më plak se s'është ky himni. Po kush është? Himni është ai që origjinali që. Jo më himni është. Ç'është kjo be? S'është ky himni më plak. Po himni më rraflamurit mo. A do ngjosh versioni origjinal apo? Një lutë. Ishte 8 nëntori, dita e çlirimit, po për mua nën e dashur, dita arrestimit. Ishte 8 nëntori, dita e çlirimit, po për mua nën e dashur, dita arrestimit. Amanana ime, thuj dashnurësime, që kur qeli molla, dvishet me të holla, që kur qeli dardha, dvishet me të bardha. Jo, nuk e heq dorë, ju nuk dini çfarë dite është. Nuk e di, më vjen keq. Hajde, legjena. Atere, zoja dhe zotrin, gjithmonë 28-29 nëntori festohet shumë dhe në Tiranë, po festohet në mënyrën më patriotike të mundshme. Për shembull, janë ato City Lightet dhe aty reklamojnë gjithë klubet e Tiranës dhe për shembull vjen Alexi nga Britania e Madhe, Angelo nga Italia, se ç'lidhje ka me pavarësi një zotë di. Gjithsesi, në këtë situatë ne kemi nxjerr gazetarin ton në terren që të shkojë në pubet e Tiranës dhe të intervistoj të rinjtë e sotëm se si e festojnë ata 28-29 nëntori këto data të rëndësishme për historinë e Shqipërisë, për historinë e vërtetës. Gazetari ynë është i mirënjohuri, ai vërtet ka luftuar shumë për të bërë gazetar, por në fund i arriti, e ka pasur ëndër që gjithmonë në Puk dhe zoja dhe zotrin vjen gazetari ynë nga Puka, Visjani. Ja pra, zoje zotrinj, jemi këtu në këtë emision live për festën kombëtare të pavarësisë. Faleminderit, faleminderit. Këtu zoje zotrinj, si shikoni tani, jemi tek dera e pubit. Do hyjmë tek një nga klubet e Tiranës të shohim se çfarë bën rinja për të festuar të festë fantastike për gjithë Shqipërinë, për gjithë Kosovën, për gjithë Maqedoninë, për gjithë trevat shqiptare. Atëherë po futemi brenda të shohim. Ja pra rinja shqiptare që ka rrëshqitur komplet. Ja pra, ç'kemi, ja rinja shqiptare që ka ikë për letë komplet në këtë festë. Ja fantastike, do marrim një intervistë. Një dialosh bukurosh, kaçurrels. Përshëndetje. Çfarë mund t'i thoni popullit shqiptar për festën e pavarësisë? Rofi Ismail Qemali që shpalli pavarësinë dhe na shpëtoi nga turqit e ndyrë. Ata turqit e ndyrë që ju urrej me shpirt, që na morën shpirtin 500 vjet turqit, morën veç apo ata turqit e lind. Faleminderit. Karkani, Irande. Ja pra zonë sotri, tu po festohet fuqishëm pavarësia jonë. Pavarësia një muzike. Tyri qik televizor. Ja të pyesim të vajzën këtu, përshëndetje. Kush është Ismail Qemali për juve? Çfarë përfaqëson ai? Si? Se kam. Jo, unë kam marrë të festoj ditëlindjen e tezës. Pyte qik thaj quj sa do për sot quj. Okej.
Ja, kemi edhe një vajzë që ka hipur mbi trampolin. Përshëndetje vajzë. Përshëndetje. A është me mu? Çfarë keni për festën? Diçka, një mesazh për popullin që vallë shikon. Çfarë mendoni për Ismail Qemalin? Një gjë është e sigurt. Që ai ka vdekur një herë, edhe mua më kanë thënë, mos merre fare me të vdekurit dhe mos flas për ta se është gjynaf morbur. Ej, DJ, jepi muzikën çfarë qëllimi keni vajzë? Okej, ja kemi një njeri këtu që po beton përshëndetje, djalosh. Mirë, çfarë mendoni për pavarësinë e Shqipërisë? A jeni i gëzuar? Faleminderit. Ju pyeta, çfarë mendoni për pavarësinë e Shqipërisë? A jeni i gëzuar? A jeni i gëzuar për pavarësinë e Shqipërisë, o djalë? Më falë, jemi emision drejt për drejt, s'kemi kohë. A jeni i gëzuar për pavarësinë e Shqipërisë? Se për te! Nuk t'i gjohë dhe jerë! Po ju pyes, o sotri, a jeni gëzuar për pavarësinë e Shqipërisë, malla? Po nuk t'i gjohë ka muzika dhe jerë! O sotri, a jeni gëzuar për pavarësinë e Shqipërisë? Se t'i gjohë! E që gëzoni, ngreje, vla! Ngreje! A jeni gëzuar për pavarësinë e Shqipërisë, është? Se do t'les polici, do t'kallë frena! A jeni gëzuar për pavarësinë e Shqipërisë? Për kritjen e flamurit të shqiptar! Për kritjen e flamurit! Po folë më vla! Për kritjen e flamurit jam gëzu me 14 tetor në Beograd! Me një super dron! Kalojmë tek situata tjetër që janë në Kosovë. Si e bëjnë shqiptarët e Kosovës? Si e festojnë ata? Hajde, ke morë Tiran dhe me festu këtë Po, që Po, Shqipëria pavarësi Po, bedha Je ka shisterik, s'pë të përjet. Jesë murë, pinjate në lonë. Se burtin se ka shumë, se në në gjungë. Shqipe ke marë prej Kosovë dhe festu pavarësinë e Shqipërisë. E tu me pa, si të të rë. Shqipja për portë e se në portë. Se qa po festoni ju? Pavarësinë. Jo më nërë po festoni, fitoj Bajer, këtë djenë. Nena, Milani më qa bëhen jo, Milani jo. Qa Milani? A jeni shqiptarve? Apo jeni shqiptarve, vlakëshu? Ba jeni shqiptarve? Ba se zvikë të gjithë. A jeni shqiptarve? Apo jeni shqiptarve, vlakëshu?